Të dashur qytetar, dy net më parë në këtë bulevard, në sytë e çdo shqiptari e të mediave ndërkombëtare, narkoshteti i Edi Ramës dëshmoi se është më i dobët se kurrë. Dhe e dëshmoi në fakt duke rrezikuar jetën e qytetarëve, me dhunë, me një dhunë që buron nga humbja e kontrollit, nga frika dhe nga paranoja e fundit të pashmangshëm. Historia e ka treguar më shumë se një herë se kur pushteti fillon të godasë qytetarët e vet, pa as edhe një arsye, i ka hyrë frika në palc, e sidomos frika për të dëgjuar qytetarët e saj. Qarja e madhe ka filluar, sepse frika që mbollën mes njerëzve me metodat më tipike mafioze, tashmë u është kthyer të gjithëve mbrapsht. Ndaj, gazi lotësjellës i skaduar, uji me piper, goditjet pa kursim, edhe mbi minoren, janë vendime politike dhe jo thjesht reagime policore. Po, janë vendime politike, drejt për drejt nga bunkeri i Surrelit, sepse një pushtet i konsumuar kriminal dhe i zhytur thellë në paranoj nuk përdor dhunën vetëm për